kemi qef me pas edhe një burim tjetër të hyrave. E sot, kena me fol pikrisht për këtë, për investimet financiare. Mirë po, me terma shumë të thjeshta. Kena me mësu, a janë investimet financiare veç për ata njerëz që kanë shumë kapital, ose për ata që kanë diplom financa. A mujnë edhe njerëz të rëndom, edhe që kanë pak pare, me bo investime në për lloj të ndryshme të investimeve financiare, edhe me i fetu do pare shtesë. Sot, për mi dhonë këtyne përgjigje edhe shumë pyetjeve të tjera, unë e kom ftu Elena Demqe, e cila është një vajzë gocë nga Shqipëria, e që merret me investimin, tregtimin dhe trajnimin e njerëzve për investime financiare. Mirë se erdhe, Elena. Faleminderit për ftesën. Edhe fillimisht kisha dashur me ditë për krejt ndëgjuesit e këtij podcasti kush është Elena dhe çysh ka nis këtë ky rrugtim. Unë shpesh e them dhe në rrjetet e mia sociale, unë jam një vajzë shumë e thjeshtë, jam 27 vjeç dhe kam nisur këtë rrugëtim përpara 5 vitesh, gati 5 vjet. Kam nisur me zero eksperiencë, jam e lindur e rritur në Greqi, fëmijë emigrantësh, ti e di shumë mirë se si është emigracioni jashtë, shumë i vështirë, edhe gjatë kohës që nisa isha thjesht shitse në Inforbuke, ndërkohë që kam bërë dhe studimet e mia për graphic design, që nuk ka lidhje fare. Pra si ekonomiste? Jo, nuk kam fatin tënd që të kem background ekonomik. Unë kisha besimin limitues që të mësosh për financat, për investimet, ti duhet të kesh background financiar, të dish mirë matematik, unë në matematik 0. Wow. Do të them diçka që shpesh e them qoftë edhe për batut, po është e vërtet, unë matematikën 5 e merja me zor në shkollë, edhe po gjithmonë në letërsi, në art kam qenë shumë e mirë, po. Po ty të ka shërbyer dhe që ajo 5 shra me zor matematika. Por aman gjithmonë e kam dashur param, gjithmonë e kam dashur të mësoj, kam qenë shumë ambicioze, kam dashur të mësoj se si të zhvillohem, të rritem. Gjatë kohës që ika nga Greqia, se jam e lindur e rritur në Greqi, ika nga Greqia, u zhvendosa në Kanada. Edhe në Kanada A keni shku krejt familja? Jo, vetëm unë, pra lash gjithçka mbrapa, për të zhvendosur në Kanada, vajta në Kanada me këtë idenë që tani jeta ime fush me lule. Aty ka shumë pare të tjera. Po, do zhvilloj karrierë, por në fakt nuk ishte kështu, ishte thjesht vajta në Kanada dhe u përballa me një realitet shumë të vështirë, në sensin qoftë edhe shok kulturor. Unë nuk isha mësuar me ato kulturën e njerëzve atje, edhe më dukeshte gjithçka shumë e huaj. Puna e vetme që mundesha të gjeja aty ishte shitse në Inforbuke. Pra, një punë shumë e thjeshtë, me një rrogë minimale, edhe gjatë kohës që isha atje, vazhdimisht isha duke kërkuar për mundësi të tjera online, se ndihesha shumë e mbyllur në mundësi. Ose ke shku me shumë vizion, edhe nuk ka dalë qysh. Pra, vajta në Kanada me dëshira, ambicie dhe thjesht isha shitse në Inforbuke, të njëjtën punë që unë kam bërë dhe gjatë kohës që kam qenë studente. Gjithsesi, nisa po kërkoja online për mundësi dhe në Amerikë edukimi financiar është kulturë, nuk është si këtu. Edhe pak a shumë në këtë mënyrë nisa që u bashkova një akademie, doja të mësoja, u futa në botën e tregjeve financiare me një dëshirë shumë të madhe, edhe pse me zero eksperiencë, edhe ja ku jemi pas 5 vitesh u riktheva, e lash Kanadan, u zhvendosa në Shqipëri, mendoj që Shqipëria, Kosova, do të thënë të gjitha, kemi mungesë të edukimit financiar, qysh edhe. Po, edhe mendoj që jeta këtu bëhet shumë e bukur. Nuk është nevoja që ne ta lëmë shtetin ton për të shkuar diku jashtë kur ne ndihemi të huaj. Edhe një gjë që duhet të bëjmë është të mësojmë edhe të gjejmë mundësit këtu. Sidomos tash kur me internetin, me këto gjëra tjera, mundësit janë shumë më të mëdha, nuk kemi të kufizuar, qysh kemi qenë të kufizuar ndoshta para 30 vjetëve. Mundësit janë të pafundme, Me zhvillimin e teknologjisë çdo gjë ka ndryshuar. Unë mendoj që një person i cili do të ecë, gjen mundësi. Ai që nuk do, pastaj nuk gjithmonë do ankohet. Gjen arsye. Po. Ai që s'ka mundësi, gjen arsye. Elena, po e nisim kështu me diçka shumë të thjeshtë. Sot kemi me folë gjërë gjatë për investimet financiare, po e nisim me një pyetje
kushdo që shikon podcastin, me ditë a e ka vendin këtu. Për me investu në për lloje të ndryshme të investimeve financiare, në për tregjet financiare. Pra sot kemi më fol për tregjet financiare. A duhet me pas shumë pare, fillim? Jo, nuk është e nevojshme që ti të kesh një kapital shumë të madh parash, sepse e vetmja gjë që të duhet është që ti të mësosh. Pra, madje ne nxitim njerëzit të cilët nuk kanë kapital të madh, sepse ti me një kapital të vogël, duke investuar për shembull çdo muaj ose duke nisur herët, atëherë ti në fund pas disa vitesh, pas 10 vitesh, për shembull ti mund të krijuar një kapital shumë të madh. Pra ky është gabimi më i madh që njerëzit besojnë, sepse mendojnë që unë duhet të kem një kapital shumë të madh, që të hyj në investime, që të bëj para, kur në fakt mund ta zhvillosh atë kapital avash dhe mund të mësosh mënyra se si ta zhvillosh edhe më shpejt. Edhe gjithashtu, mos me marr me njëherë fitimin, apo me lënë pak me u grumbullu që ajo pastaj me u rrit, se edhe ekziston edhe kjo gjëja që i ki 500 euro dhe pret me njëherë me të bu 5.000 euro. Këto janë besime që njerëzit, domethënë kjo është keq informimi i njerëzve që i duan fitime të menjëhershme, shumë shpejt edhe të shumta. Kur në fakt nuk është kështu. Tek investimet financiare, dy janë ato llojet më të mëdha. E para është real estate, pra pronat, dhe e dyta janë bursat. Pra kur ti investon në ekonominë e një shteti, kur ti investon në aksione, pra në kompani të ndryshme, si që është Coca-Cola, Meta, Apple, ose kur ti investon në kriptovaluta, gjë që është diçka shumë e madhe dhe e njohur tashme. Ose kur ti investon qoftë edhe në moneda të thjeshta, euro, dollari, pra ti bën një investim mbi ato. Okej. Ti e përmendë që ti s'ki diplom financa, edhe shumica dëgjuesve tonë mundën me qenë të tillë që s'kan diplom në financa. Ku me i marrë informatat, ku me u eduku, çfarë platforme, çka me ndjek, çfarë trajnimi, si ti që e ke pas mundësinë? Ela, unë mendoj që njerëzit, ashtu siç e përmenda edhe pak më përpara, kanë mundësi të pafundme. Dikush që do të mësoj diçka e mëson. Ne kemi ChatGPT sot, kemi Google, kemi YouTube, kemi edukim dhe informacion të bollshëm. Por ajo se çka mendoj që njerëzit duhet të bëjnë hapi i parë është të informohen, pra të edukohen. Ti mund të gjesh një akademi, mund të gjesh një mentor, mund qoftë edhe të jesh autodidakt, të përpiqesh të mësosh vetë. Por më e rëndësishmja është që ti të marrësh informacion. Pra, nëse ti nuk ke informacion, nuk do ecësh. Po, dhe duhet me kërku informacionin. Po, dhe duhet të kërkosh. Është ajo shpreha që më mirë të dish apo më mirë të kesh. Më mirë të dish gjithmonë, sepse po dite gjithmonë do kesh. Patjetër. E në trojë shqiptare, a ka shumë mentor? Ka disa mentor, në varësi se çfarë të përshtatet ty, një ndër ta jam edhe unë. Unë bëj trajnime online mbi tregje financiare, mbi edukimi financiar, se si një person i thjesht, i cili mund të jetë si unë, nuk ka iden fare dhe do që të zhvilloj financat e veta, të nisë, të edukohet nga zero edhe të zhvillohet. Unë kam trajnuar shqiptar mbar bote, jo vetëm në Shqipëri. Wow. Në Kosovë sa ke pas? Pafund, kemi shumë njerëz, dhe madje në Kosovë njerëzit janë më të zhvilluar mbi edukimin financiar dhe më të hapur për të investuar, me sa kam vënë re, sepse në Kosovë ligjet janë ndryshe se sa në Shqipëri. Për shembull, në Kosovë ka ligje të caktuara për sa i përket kriptomonedave. Ju keni dhe exchange. Akoma nuk e ka kalu. Është ligji për kriptovaluta, akoma nuk e ka kalu, nëse nuk jam e sigurt, po mos flasim diçka që nuk di. Elena, tregon pse mos me kursy, pse mos me lënë parat në bankë, do me thonë ku është më sigurt që në llogarit kursimit ose me depozit me afat, ose pse në atë mënyrën që na si shqiptarë shumë e dojnë, me investu në prona dhe me prit me marrë qiron, mandina. Pse mos me i bo këto kur na kemi pare shtesë? Si që përmenda dhe pak më përpara, dy janë ato investimet më fitimprurse, të cilat janë investimi në prona dhe investimi në bursa ose në tregje financiare. Pra, kur ne kursejmë në bank, kursimi nuk është investim. Pra, kursimi nuk të sjell mbrapsht para, ti thjesht i mbron ato para duke i mbajtur afër vetes. Po, edhe
është një pjesë që na nevojitet me pas për emergjenci. Po, por në fakt kursimi nuk të jep mbrapsht para, pra nuk është investim. Madje kursimi jo vetëm që të jep investim, por madje ty të ulet vlera për shkak të inflacionit. Edhe banka çfarë bën? Banka nuk është aleati jot, banka është kundërshtari jot, sepse lekët që ti ja jep bankës falas, banka çfarë bën? Investon në tregje financiare. Pra atë që ti nuk do ta bësh, e bën banka me lekët e tua. Kështu që kur ne investojmë në prona, patjetër që edhe investimi në prona është një investim shumë i mirë, por ty të duhet më shumë kapital që ti të investosh në prona, e para gjë që shumë njerëz nuk e kanë. E dyta të duhet më shumë kohë, më shumë përkushtim për ta arritur ose për të duhet informacioni dur, ku ta blesh pronën, a do mundet ta zhvillosh atë pronë që të marrësh fitim. Nëse nuk e bën, sërish të duhet pra të mësosh për sa i përket pronës, edukim. Nëse nuk e bën do gjesh një agent, pra do punësosh dikë ta bëj për ty. Edhe në fund, pasi është bërë ky investim, ti nuk ke qasje të menjëhershme mbi likuiditetin quajmë ne, ose mbi shitjen. Pra nëse ti do ta shesësh pronën sot, edhe do t'i marrësh paratë tua sot sepse sot të duhen, ti nuk mund ta gjesh shitsin sot. Ti duhet të presësh. Në kundërshtim me tregje financiare, ti do të shesësh sot diçka e shet direkt, sepse ka klienta më shumë. Po. Ka dispozicion. Po, ka kudo në përbot, po. Edhe përveç kësaj ti ke akses të menjëhershëm tek paratë, ndërsa kur ti investon në një pronë, ato para në një farë mënyrë janë të bllokuara. Edhe kur do të shit aksionit, mundesh me shit një pjesë të tyne. Po, një pjesë ose të gjitha në moment. Apartamentin nuk mundesh me shit vetëm njërën dhomë, ose veç korridorin, ose veç balkonin. Se nashta aty të nevojiten vetëm 20% të vlerës së kapitalit që e ki në atë banesë ose apartament ose lokal që e ke shumë me qira, dërsa aksionet mundesh me shit një pjesë. Edhe përveç kësaj në prona, kur bën një investim në pronë, ti synon për 10 ose 15% në vit, sa aq mund të sjell fitim në vit, sa aq mund të sjell një pronë. Pra ti investon 100.000 euro që në fund pasi ta kesh bërë një investim mund të marrësh 115.000 euro ose 120.000 euro dhe sërish është ajo fitimi në fund të vitit. Kur në fakt në tregje financiare ose ajo se çka synojmë ne, ai fitim është në muaj, jo në vit. Po. Me lidh pak edhe për ato që bisedum më herët, mundet me qenë kjo një arsye tjetër. Për shembull, nëse ti i ki, le të themi 100.000 euro dhe blen një apartament ose një lokal, cilën pret me shumë e qero, e ki vetëm një. Ndërkaq në tregje financiare mundesh me i diversifiku për me ullë rrezikun, apo jo? Patjetër, sepse kur ti ke një kapital më të madh, atëherë dhe rreziku është më i ulët. Dhe do doja të flisja pak për këtë, të ndalesha, sepse ky është gabimi më i madh që mendojnë njerëzit, që unë nëse riskoj ose nëse investoj në tregje financiare, riskoj të humbas kapitalin. Kjo vjen nga edukimi financiar ose nga ato që na kanë bërë ne të besojmë për sa i përket investimeve. Në Shqipëri, në Kosovë, qoftë edhe në Ballkan, nuk ka informacione mbi investimet. Ndërkohë që Amerika është rritur, pra e zhvilluar mbi investimet. Njerëzit mendojnë që po investova do ju mbas, sepse njerëzit futen me informacione të gabuara. Kur ti ke një kapital më të madh, nëse ti bën se po marrim një shifër, 10 milion euro. Në rast se ti ke 10 milion euro, një kapital kaq të madh, ti bën 1% fitim, vetëm 1% fitim, janë 100.000 euro fitim, pra vetë të 1%-it. Nëse ti ke 1.000 euro kapital edhe bën vetëm 1% fitim, janë 10 euro. Prandaj në një kapital më të madh, ti ato fitimin mund ta marrësh shumë më thjesht, pra pa riskuar. Ndërsa në një kapital për shembull 1.000 euro, ti duhet të riskosh më shumë që të marrësh një fitim më të konsiderueshëm. Për sa i përket diversifikimit, ne mund të investojmë në shumëllojshmëri, pra jo vetëm në kriptovaluta, mund të vendosësh disa investime në kriptovaluta, disa në aksione, disa në ekonominë e një shteti. Pra ti mund të investosh në Amerikë, ti mund të investosh në Francë, ti mund të investosh në Gjermani, pra në ekonominë e atij bondet shtetërore. Në bondet shtetërore, pikërisht. Tash me të pyet, a duhet me ditë ma shumë?
është çështje e fatit, e momentit, apo kombinimi i dyjave? Nuk është fare fat. Nuk është fare fat. Vërtet? Është e gjitha, po, është e gjitha. A nuk duhet me prit një moment caktum, ose pa të fat dikush se ronë ose ngritën? Jo, është e gjitha informacion. Është e gjitha informacion, është e gjitha dije, pra strategji që ti implementon mbi grafikun ose mbi tregun. Është e gjitha strategji fundamentale, informacioni që ti merr. Këtë mendojnë shumë njerëz që unë kam fat, ose nëse ishte fat, do ishte mashtrim, ose do ishte loj fati, ose kazino, por në fakt nuk është kështu. Është thjesht informacioni, ty të duhet të marrësh informacionin e duhur në kohën e duhur dhe të investosh në momentin e duhur. Pra, nuk është fat, është strategji. Elen, qysh me ditë që nuk është mashtrim? Sepse ne kemi ndëgju që në emën të investime financiare njerëzve ju kanë marrë para, e të cilat pastaj nuk ju kanë kthy mbrapa, sepse ka qenë një skem mashtrimi, skem piramidale. Edhe unë vetë kam qenë para shumë vjete kur dole në treg këto kriptovalutat, pjesë e këtij mashtrimi, kësaj skemës, dhe normalisht e kemi një shprehje kur të djeg qumshti i fryn edhe kosit. Kështu që edhe pse jam vetë ekonomiste, kom ra prej e këtij mashtrimi. E paramendoj dikush tjetër që nuk është ekonomist. Qysh me ditë, me dallu diçka që nuk është mashtrim? Cilat janë disa elemente që ne mundemi me i ditë? Gjë e parë që njerëzit duhet të kuptojnë është informacioni. Pra, kur ti kupton se si realisht funksionojnë tregjet financiare, ti nuk do ja lije asnjëherë askujt kapitalin në duart e dikujt tjetër. Në rastin tënd, se edhe unë kam rënë prej mashtrimi, më kam marrë $200 me idenë që po atëherë nuk kisha absolutisht asnjë informacion. Pra njerëzit duhet të kuptojnë që unë nuk mund t'i lej këtyr paratë e tua që ti investosh ti për mua. Duhet ta bëj unë personalisht, pra ti këtë gjë duhet ta bësh ti. Duhet ta mësosh ti që ta bësh ti. Nëse ti ja jep dikujt tjetër, atëherë nuk jam me paratë e tua. Po. Riskohen, ai tjetri mund t'i humbas, mund të mashtroj, mund të bëj gjëra të gabuara me paratë e tua. Pra informacioni është gjë e kryesore që ti mos mashtrohesh. E dyta është mos lejosh kapitalin të menaxhohet nga dikush tjetër. Dhe e treta është të kemi pritshmëri reale. Dikush nuk mund të ofroj fitime shumë të mëdha, në kohë shumë të shpejtë edhe shumë thjeshtë. Çfarë mundet me qenë logjika, domethënë? Po, është logjike ose intuitive, din që s'është diçka në rregull, se s'mundet me qenë çaj fitim çaq i shpejt. Edhe përveç kësaj, një person nuk mund të ofrojë diçka falas. Në shumicën e rasteve kur dikush të ofron diçka falas, ka gjithmonë një kosto, dhe kostoja mund të jetë shumë e madhe. Komplet, ndoshta komplet që e shumë që ti po investon. Mund të jetë mashtrim. Nëse të ofron dikush haja se do të mësoj unë falas, kjo gjë do e paguash diku. Dika. Nëse të thot eja se do investoj unë paratë e tua falas, nuk ekziston falas. Eja se do të menaxhoj kapitalin ose do e bëj unë falas, nuk ekziston. Pra, në shumicën e rasteve dikush kur të ofron diçka falas, ose është informacion i gabuar, ose e ka një fitim, ndoshta mundet me pas edhe një fitim direkt prej kompanisë referuese, ose mundet edhe kjo me qenë. Ndonjëherë. Po nuk ka se si të jetë falas më pas. Elina, ti përveç që vetë mirësh me investime edhe i trajnon të tjerë, qysh e përmendëm gjatë muhabetit, apo na tregon pak më tepër për kompaninë tonë dhe çka bën ti për njerëz të tjerë që dojnë me investu? Patjetër. Ne kemi tashmë 5 vjet në treg. Unë kam trajnuar, siç e përmenda, mbi 3000 shqiptar mbar botën. Kryesisht merremi me tregun shqiptar. Pra ne duam që në Shqipëri të zhvillojmë edukimin financiar. Siç e përmenda pak më herët, Amerika është zhvilluar mbi investimet. Kur vajta në Kanada, njerëzit flisnin dhe ishin shumë të gatshëm të investonin paratë e tyre. Në Gjermani, gjithë njerëzit investojnë paratë e tyre. Në Shqipëri, kur flasin për investime, stepen, friksohen, tonë janë mashtrime, kanë shumë besime limituese mbi këtë fushë. Pra qëllimi im dhe misioni im është t'i edukoj njerëzit financiarisht. Nuk ka rëndësi nëse ti po shikon sot këtë podcast, edhe të nxit që të mësosh, ose qoftë nëse futesh në trajnimet e mia dhe mentorohesh nga unë. Rëndësi ka që ti në çfarëdo lloj gjësh ti bën të mësosh. Pra të mësosh për edukimin financiar dhe të mësosh për ta zhvilluar kapitalin tënd. Ajo se çka ofrojmë ne është
edukim të avancuar, edukim trajnim me 1-1, gjithashtu ofrojmë ide investimesh, pra ne mund të ndihmojmë që të investosh, të japim dhe ide se ku të investosh. Gjithashtu kemi inteligjencën artificiale që po zhvillohet, domethënë njerëzit e përdorin inteligjencën artificiale për gjëra kot, për video, për ndoshta informacion, kur në fakt mund të përdorësh inteligjencën artificiale për të bërë para. Elena, une e kam një shumë caktuar të parave që po du me fillu, le të themi 500 euro ose 1000 euro. Edhe une po du me fillu me u marrë me tregje financiare. Pra, më herët e përmendë që llojet e tregjeve financiare janë aksionet, bondet shtetërore, pastaj kriptovalutat, investimi në valuta, domethënë forex e të tjera. Tash unë nuk po di kam janë nis. Edhe të kom pa ty në rrjetet sociale edhe po të shkruaj ty. Qysh fillon këtë procesi? Gjë e parë nis me regjistrimin në akademi. Pra, bësh pjesë të shkollës, do ta quaj unë, është në formë shkolle. Ti duhet të jesh i gatshëm që të mësosh, sepse nëse nuk je i gatshëm, atëherë siç e përmendëm pak më para, më mirë të dish apo më mirë të kesh, nuk do dish asnjëherë se si të kesh. Pra, e vetmja gjë që kërkoj unë nga personat është që të kenë dëshirë dhe vullnet. Pra, gatishmëri që unë jam i gatshëm, do e mësoj këtë profesion. Të jesh një investitor është profesioni më i paguar në gjithë botën. Edhe patjetër kërkon përkushtim, kërkon ashtu siç përkushtim për të bërë elektricist. Po, patjetër. Mësoj një profesion, përkushtim për të bërë ekonomist. Po, patjetër, po, çka nëse unë nuk po du mu bu profesioniste, po du mu marrë vetëm me menaxhimin e portfolio's tem. A mundem në akademinë tonë me mësuj që skills, pra me edukimin dhe menaxhimin financiar? Patjetër, ti ke të gjitha opsionet. Ti ke opsionin që të bësh investitor profesionist, ti ke opsionin që thjesht të kesh një kapital të vendosur edhe të zhvillohet ai kapital avash avash nëpërmjet ideve të investimit, nëpërmjet inteligjencës artificiale, nëpërmjet sugjerimeve tona, ose tjetra është që ti thjesht, nëse ti ke një kapital, mund ta mësosh dhe ta menaxhosh vetë, pra ti ta përdorësh atë pa që nevoja që ne të marrësh ndoshta ide apo pra të mësojmë ty se si ti bësh ti, pa që nevoja që të marrësh ide nga ne. Tash, a na mbështetni ju, për shembull, qysh me qenë një account në secilin prej këtyre platformave? Gjithë kohës, ke suport të vazhdueshëm. Po, ke suport të vazhdueshëm, ke sisteme të ngritura për fillestarët, nga A-ja deri tek Z-ja, ke komunikim, ke brenda grupin, është një frymë e jashtëzakonshme brenda grupit ku ti mund të komunikosh me njerëz, të krijosh miqësi të reja, të shikosh njerëzit që kanë nisur nga zero, se dhe kjo është motivim. Kur ti shikon mama të tjera ose kur ti shikon njerëz të tjerë që shiko dhe ky ka nisur nga zero dhe ja ku është, shiko çfarë rezultate shka. Patjetër. Tash një këshill ty si eksperte, çka me ble sot, nëse sot dojna me ble, ose këto diçka është ma trend edhe që mendohet me qenë ma fitim brurse? Unë gjithmonë them që aty ku ka më shumë bujë dhe aty ku ka më shumë zhurmë, për njerëzit, aty duhet të investosh. Pra, kur njerëzit janë të friksuar, aktualisht në kriptomoneda, pra po më ndodh një frikë shumë e madhe që kanë rënë kriptomonedat, aty duhet të investosh. Aty pra ku po i hekin parat, a? Aty ku po i heqin parat, aty duhet të investosh. Aty ku të thotë edhe komshiu investo në kripto, aty duhet të heqësh parat e tua. Sepse aty kanë arritur çmimin më të lartë. Çfarë bëjnë njerëzit? Gabim tjetër. Kur ngrihet çmimi, nisin flasin, është ngritur çmimi i kriptomonedave, është ngritur çmimi i Bitcoinit, edhe njerëzit investojnë kur ngrihet çmimi. Në fakt, nuk duhet të investosh kur ngrihet çmimi, duhet të investosh kur bie çmimi. Kur bie çmimi, të gjithë panikosen. Ra çmimi, po humbasim lekët, po heqin lekët. Në fakt, ai është momenti ideal për të investuar. Një investitor e di që kur janë çmimet poshtë dhe bien, ti duhet të investosh që të rritet. Ti ku je tu investu tash? Në kriptomoneda. Cilën më saktësisht? Shiko, unë mund të jap edhe një sugjerimin tim. Një këshill falas Po, sugjerimin tim personal, kjo nuk është këshill financiare, kjo është sugjerimi im personal. Unë kam një kapital të konsiderueshëm
mbi monedën XRP. Pra është një monedë të cilës është një projekt të cilës unë i besoj jashtëzakonisht shumë. Patjetër që ti mund të investosh në Bitcoin apo në moneda të tjera të cilat ti mund t'i studiosh dhe ti gjithashtu mund t'i besosh. Me edukim financiar, pra me informacion e dur duhet të investojmë, nuk duhet të investojmë thjesht sepse kemi dëgjuar në internet. Unë i kam bërë studimet e mia, i kam bërë ato hulumtimet e mia mbi këtë, i besoj shumë këtij projekti dhe pothuajse një mbi 6 shifra kanë shkuar aty për gjatë gjithë këtyre viteve të cilat unë patjetër kam investuar. Unë di shumë mirë të përdor dhe borxhin Ela të bankave, por kjo është një gjë që do ta flasim ndonjëherë tjetër. Pra njerëzit nuk duhet të kenë frikë as nga borxhi, por duhet të mësojnë se si ta investojnë borxhin. Elen, ti mase veç ki fitime prej tregtimeve dhe investimeve tua që i bën, pse ki nevojë me i trajnu tjerët për me bot njëjtën gjë? Një pyetje shumë e mirë dhe ma bëjnë shpesh herë në fakt. Por njerëzit nuk e kuptojnë që unë jam sipërmarrëse. Shumëllojshmëria e të ardhurave duhet të jetë e vazhdueshme. Unë aty ku gjej mundësi për të krijuar burim të ardhurash dhe për të krijuar para, e shfrytëzoj mundësitë e mia. Pra njëra mundësi është duke bërë fitime në tregje financiare. Mundësia tjetër është që të zhvilloj një biznes dhe të mësoj njerëzit e tjerë. Mundësi tjetër është të investoj në prona. Pra të gjitha mundësit unë i shfrytëzoj. Nuk do të thotë që ti bën para me një mënyrë dhe duhet të ndjekësh vetëm atë mënyrë, mos ndjekësh mënyra të tjera. Jo veç diversifikimi në për llojet e investimeve financiare, po dhe kategori tjera. Pikërisht. Pra, unë bëj edhe fitime në tregje financiare, por gjithashtu dua dhe të mësoj të tjerëve, sepse ashtu siç kam nisur nga zero, ndoshta dikush tjetër do të nisë gjithashtu, edhe do të ketë një ndihmë, një suport. Përderisa unë e di këtë fushë, pse mos e trajnoj dhe pse mos fitoj patjetër nga kjo. Jena të fol për forex dhe për trading. Njerëz e përzinë me bigjoz apo me kumor. Çka është dallimi? Dallimi është e gjitha tek menaxhimi i riskut. Kumarin e ndan një vijë shumë e hollë me trading. Pak më parë ne folëm që trading nuk është fat. Pra nuk ka se si të jetë fat, është strategji. Por keq përdorimi i njerëzve mbi kapitalin e tyre i bën që të humbasin kapitalin sepse nuk dinë të menaxhojnë riskun e tyre, edhe sepse nuk dinë strategji. Nëse një person i cili nuk di asgjë futesh sot, edhe fut 100 euro në kapital, edhe thjesht i investon me instinkt, ose kam dëgjuar njerëz që thonë unë investoj me intuit. Po s'ke se si të investosh me intuit, ajo do strategji, edhe investojnë që të 100 ose që të 200, atëre më mirë shko te arena këtu poshtë, se ke më shumë fat të fitosh se sa në tregje financiare. Shko në kazino, luaj dhe kënaqu, se argëtohesh. Por përsa i përket tregje financiare, nuk ka se si të jetë bigjoz kur ti ke informacion. Pra kur ti menaxhon riskun, asnjëherë nuk riskon më shumë se 1 ose 2% të kapitalit tënd. Edhe janë gjëra të rregulluara prej rregullatorëve shumë të fortë botëror. Patjetër, dhe kur ti e menaxhon riskun duke përdorur 1 deri në 2% maksimumi të kapitalit, zhvillohet edhe rritet patjetër dhe duke bërë analizë fundamentale, strategji. Nëse ka njerëz të cilët nuk bëjnë asnjë lloj strategjie, nuk kanë asnjë lloj informacioni dhe futen edhe riskojnë 100% të kapitalit, futin 100, hedhin 100. Ndërsa nëse ti fut 1000 dhe hedh 1000, mund t'i humbasësh ato 1000 direkt për disa sekonda, mos të minuta. Nëse ti fut 1000 dhe ti riskon vetëm 5 euro për çdo investim, atëherë ajo zhvillohet dhe rritet avash avash. Pra, bigjozi dhe investimi janë gjëra të ndryshme, por njerëzit i ngatrojnë sepse mungesa e informacioni bën që të bëjnë gjëra të gabuara. Edhe thonë, unë mbas parat e mia, kjo s'është për mua, kjo është bigjoz. Elena, a presin njerëz me fitu para shpejt prej investimeve financiare dhe sa është pritshmëria reale që duhet me qenë? Ne shpeshherë flasim për sa i përket pritshmërive, që duhen të jenë reale dhe jo ëndra. Gabimi i njerëzve është që duan të hyjnë dhe sa më shpejt të bëjnë miliona. Por në fakt nuk funksionon kështu. Ti patjetër që brenda akademisë tonë mund të kesh fitime të menjëhershme,
ndoshta të pakta fillimisht duke u zhvilluar avash avash, duke ndjekur idetë e investimeve, duke patur patjetër konsultimin tonë dhe duke patur mentorimin tonë të vazhdueshëm. Pra njerëzit fillestarët që në muajin e dytë nisin shikojnë rezultate, ndërsa për sa i përket edukimit, kjo është relative për këdo. Ndoshta dikujt i duhen 6 muaj që të aftësohet edhe që ta bëj vetë si investim, dikujt 3 muaj, dikujt 1 vit, varet nga përkushtimi, nga fokusi, nga dëshira e gjithë secilit, nga vullneti. Unë mendoj që më e mira kishte me qenë që tu fillu me u eduku edhe me fillu me investu. Pikërisht. Pra niveli më i ulët të edukimit, investimi më i ulët. Sa rritet njëra, me u rritet edhe tjetra. Kjo është idealja për mua, nëse më pyet, por njerëzit nuk presin. I duan tani edhe tani. Kështu që ajo se çka ne ju kemi ofruar njerëzve është okay, ne kemi ekspert të cilët analizojnë gjithë ditën grafikun. Ne kemi dhe Marsidin i cili është një njeri i licencuar mbi këtë fushë, ku çfarë bën? Analizojnë gjithë ditën grafiku dhe gjatë kohës që ti je duke mësuar dhe je duke zhvilluar veten tënde, mund të përdorësh idetë e atij. Pra idetë e një eksperti. Eksperti të sjell opinionin e tij mbi tregun dhe ti më pas bën veprimet e tua, investimet e tua. Patjetër. Elena, a kem diçka që unë kom harru me të pyet, po ti që mendon që është e rëndësishme? Më e rëndësishme se sa vetë paraja, se sa vetë investimet, është mendësia. Pra njerëzit duhet të punojnë shumë me mentalitetin e tyre. Jo vetëm për të krijuar sukses, por të zhvilluar më shumë. Aktualisht unë kam krijuar jetën e ëndrave të mia, edhe e them dhe emocionohem ndonjëherë kur e diskutoj, sepse nga një vajzë e cila punonte në shitse në një furbuke, tashme kam zyrën time, jetoj në Tiranë, bëj jetën që unë kam dashur, mund të ndihmoj familjen time nga një vendim. Edhe jo vetëm se e mora atë vendim, por sepse nuk dorëzova asnjëherë tek zgjedhja ime. Njerëzit dorëzohen shpeshherë shumë shpejt dhe kjo është mënyra pse dështojnë. Unë nuk besoj te dështimi, unë besoj vetëm që nëse ti dështon, Jeta të teston. Po, dorëzohesh dhe dështon. Padyshim. Duhet të kesh planin A, edhe plani jot A duhet të jetë i vetmi plan. Nuk mund të kesh plan A, plan B, plan C, sepse nëse ti ke një plan C, nisesh për shembull të mësosh për tregje financiare dhe thua se pos më eci kjo kam punën, atëherë gjithmonë do dështoj plani A. Duhet të duash aq shumë suksesin, ambicien, dëshirën për versionin tënd më të mirë të jetës tënde, edhe duhet ta ndjekësh, sepse nëse nuk e ndjek, nuk do arish asnjëherë potencialin tënd. Nuk kemi ardhur në këtë jetë që të vim, të bëjmë një punë edhe të vdesim. Kemi ardhur për të lënë gjurmë, edhe kemi ardhur për të dhënë një mision dhe për të ndihmuar njerëzit e tjerë. A ka ma mirë se në këtë formë me mbyll, pra jo vetëm mësuam për tregjet financiare, po edhe u inspiru nga historia e Elenës. Unë besoj që të tillë jashtë ka plot, pra kreç që na duhet është me fillu me mësu aftësi të reja. Pra nëse s'kemi mjaftueshëm para, s'janë të dalë paret për me bo jetën e ëndrave tua, atëherë çka dush me bo ti është me mësu aftësi të reja. E njëna prej tyne është aftësia mbi menaxhimin e parave, të cilën mund ta bëjmë duke filluar me ndjek Akademinë e Elenës. Faleminderit shumë.